Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, tani do të vim me një rrëfim të prekshëm nga një zonjë nga Tetova. Besimi i tepërt në familjen ku është martuar e ka çuar për dëm pasurinë e babait të saj, kujtimin e vetëm në këtë botë. Unë jam një grua nga Tetova. Sot jetoj në Zvicër, jetoj me djalin tim të vogël, e divorcuar, e lodhur nga jeta, por më e fortë se kur. Historia ime nisi njerëzit që e shohin nëpër filma, por askush nuk e beson se mund të përjetoj vërtet një histori të tillë. Unë dua të mbetem anonime, por dua që historia ime të dëgjohet, sepse ajo që më ndodhi nuk ja uroj as armikut tim më të vogël. Kur u martova, isha vetëm një vajzë e re. Kisha mbaruar shkollën e mesme. Kisha ëndra, plane, dëshira. Buri im dukej një njeri shumë i qetë. E pranova martesën jo nga detyrimi, por nga bindja se po hyja në një familje të mirë. Njerëzit e Tetovës e njihnin familjen e tij si të rregullt, me biznes të vogël e me sjellje shumë të mirë. Kur shkova në shtëpinë e burrit, në fillim gjithçka më dukej tepër e bukur. Më pritën me të qeshura, më sollën kafen edhe më thanë: "Mirë se erdhe në shtëpinë tonë. Tani jemi një familje." E ndërta kunata ime më dukej më e afërt se të gjithë. Ishte disa vite më e madhe se unë, e martuar me 2 fëmijë. Më mbante krahun, më mësonte si të bëja punët e më fliste shpesh. Te ne, kunatat kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Mos u bën marak, unë jam këtu, më thonte, jam si motra e jote. E besova dhe pikërisht ai besim më shkatërroi krejt. Pasi kaluan muajt e parë, gjërat nisën të ndryshonin. Fillimisht të vura re gjëra të vogla që nuk ua kushtova shumë rëndësinë. Kur unë përgatisja një darkë të shishme, ajo më thoshte: "Bën shumë zë, shumë reklam, mos mendo se je shefja këtu." Kur buri im më përgëzonte apo më mbronte, ajo e ulte kokën dhe përtypte buzët. Nuk i pëlqente që njerëzit mua të më thoshin bravo, e ndjente si me xhelozi këtë pjesë. Pjesa më e rëndë ishte se ajo kishte një problem të madh me vetveten. Ishte xheloze, e hidhëruar, zemërake, kishte inat pse unë rija e qeshur, pse kisha rini dhe pse kisha plane. Një ditë e dëgjova të fliste me një shoqen të saj në telefon, pa e ditur ajo se unë isha në korridor. "Kjo nuse po më prish puni", thonte. "Po e marrin për të mirë shumë. Duhet t'ja tregoj vendin." Ajo fjali mua personalisht më ngul në zemër. Por me njëherë, pas atyre ngjarjeve, mua më vdiq babai. Dhimbja që përjetova kur unë e humba babain nuk përshkruhet me fjalë. Ai ishte njeriu më i rëndësishëm i jetës time. Ai më riti pa nën, edhe më dha çdo gjë. Punoi në Gjermani gjithë jetën që unë të mos më mungonte asnjë gjë. Më la një shtëpi të vogël në Tetov, një pasuri që mua më dukej si relike e jetës së tij. Ishte e vetmja gjë që më lidhte me kujtimet e fëmijërisë. Kur u ktheva nga varimi e lodhur, e thyer e shpërndar emocionalisht, kunata më erdhi afër, më tha: "Motër, mos u mërzit. Unë jam këtu për ty. Mos u merakos për pronën, do ta rregulloj vet me avokat. Ti je në Zvicër, nuk ke kohë. Lëre këtë punë tek familja e burrit." Unë e besova. Bëra gabimin më të madh të jetës time. Një ditë më thirrën në Tetov për të firmosur disa dokumente të rëndësishme. Më thanë se ishte procedurë e thjeshtë dhe se avokati i familjes do të kujdesej për çdo gjë. Kur hyra në zyrën e advokatit, më dukej sikur të gjithë ishin të nervozuar, të ngutur, sikur donin ta mbyllnin punën shumë shpejt. Kunata rinte ngjitur me mua, ma prekte dorën edhe më thoshte: "Firmos, motër, mos haro, ne të duam shumë." Më sollën një grumbull letrash. Advokati lexoi shumë shpejt disa fjalë, duke u përpjekur të kalonte gjërat më të rëndësishme, ndërsa unë firmosa, dhe me atë firmë unë humba gjithçka.
Pas disa javësh, një kushëriri im më telefonoi. Pse e shite shtëpinë e babait? Asnjën nuk të pa këtu. U stepa, thash, unë nuk kam shitur asnjë gjë. Ai mu përgjigj, dokumentet tregojnë që ti e ke firmosur. Pasuria është transferuar në emrin e kunatës dhe të vllajt të burrit. Mua në atë moment më ra telefoni nga dora. Aty filloi tmerrim. Kur u ktheva në Zvicër dhe fillova të kërkoja të drejtat e mia, familja e burrit shpërtheu kundër meje. Buri im u bë bish. Një natë në kuzhinë, kur i tregova mesazhin që më kishte ardhur, ai u afrua, më kapi për krau dhe u lëriti. Ti s'ke asgjë, ajo pronë është e familjes son. Mos guxo më ta hapësh këtë temë, do me thënë edhe më kërcënonte. Më shtyu aq fort sa që u përplasa me frigoriferin. Kunata më shihte nga dera me një buzëqeshje ironike. E shikon, të thash mos e hap këtë histori. S'ke as një njeri, as familjen se ke këtu. Pastaj filluan ditët e tmerrit. Më mbyllnin në dhomë gati gjithë ditën. Më hiqnin ushqimin. Më ndalonin të shkoja te mjeku. Më kontrollonin telefonin. Më fyenin çdo mëngjes. Kunata më shtynte, më godiste me fjalë edhe me duar. Më thoshte, unë ta mora pasurin dhe nuk ke se çfarë të bësh. Unë më fillova të friksohesha për jetën time, se nuk e kuptoja nga ku po më vinte. Një natë kur buri im ishte i dehur se përdorte edhe alkohol, kur hyri në dhomë me sy të egër, më kapi nga flokët dhe më tërhoqi zvar në dyshemet duke bërtitur. Pse po kërkon pasurin? Pse po e prish familjen time? Do të zhduk. Kunata hyri në dhomë dhe në vend që ta ndalonte tha, lëre të mësoj, kësaj duhet mësimi. Djali im qante nga ana tjetër e dhomës. Ajo ishte nata kur mendova se unë do të vdisja, se mua do të më vinte fundi. Një mëngjes kur të gjitha ata ishin në punë, ose duke çuar fëmijët në shkollë, mora djalin tim, futa 2 rroba në një çantë dhe dola nga shtëpia. Dilja nga ajo derë pa kthyer kokën mbrapa. Më dridheshin këmbët, nuk kisha as para, as dokumente, as plan, vetëm frikë edhe forcë. U streha në një qendër ndihme për gra të dhunuara dhe aty filloi jeta ime e re. Gjyqi zgjati muaj të tërë, ata mohuan gjithçka, kunata bëri rolin e viktimës, advokati tha se unë kisha firmosur me dëshirë dhe unë humba gjithçka. Shtëpinë e babait, kursimet, shpresën dhe familjen dhe 6 vite të jetës time. Por fitova lirin, gjykata më dha të drejtë të baja djalin, buri im nuk lufton as për të, sepse ai nuk don përgjegjësi. Sot jam e divorcuar, punoj në Zvicër, e ris djalin tim e vetme, kam ankth, kam plagë, kam kujtime që më ndjekin, por kam edhe paqen, për të cilën nuk do t'isha e gjallë. Dua t'u them një gjë, mos besoni verbërisht, mos nënshkruani asgjë pa lexuar, mos e lini askënd të mendoj se ju jeni të dobta, se duke e lënë, ato fitojnë gjithçka për jush.